Kur e kapat e deliri, duket çdo njeri në botë i duket kot, domethënë, dhe ky gabimisht ka lind ke një vend i vogël, se ky meritonte një vend më të madh që të bënte politika më të mëdha, se për të bërë show. Po në fund fare, unë e siguroj dhe ato që nuk beson, edhe unë që besoj, Zoti në fund do të marrë i libër. Çfarë mirë është ke bërë e çfarë keq është ke bërë. Miq të Piskut, ju përshëndesim, uroj që të jeni mirë dhe ja ku takohemi sërish me avokatin e mirënjohur Romeo Kara, miku imi dhe gjithashtu i miku juaj i kanalit Pisk, gjithë atyre që e ndjekin dhe i shumë shqiptarëve të vërtet që e besojnë dhe lexojnë në mendjet e tyre atë se çka thot avokati Romeo. Të përshëndes, të falenderoj shumë për kohën. Dhe që gjen sa herë mundësi për të shpreh atë që shumë shqiptarë, siç e thashë në hyrjet e kësaj, në hapjet e kësaj bisede, siç e quajmë thjesht tonën, që shumë shqiptarë ndoshta e kanë mendjen e tyre ose e lexojnë çdo ditë në situata ndryshme ku pozicionohen dhe vështirësitë që kanë jetën e tyre tashmë në Shqipëri. Ndoshta ju mund ta thoni dhe mund ta bëni më publike nëpërmjet mediave të ndryshme në Shqipëri. Si e ndjeni veten, a është një lloj peshe kjo gjë që her pas here ju ngrini shqetësime për atë se çka kanë shqiptarët? Unë mendoj që vjen një ditë çdo njeri lodhet, ngopet apo dhe bajatet me heshtjen kur nuk duhet hesht. Ne dikur e kemi parë politikën si sport jo të burrë dhe të vërtet, domethënë. Si pjesë e një shoqërie, si tribunë të një shoqërie mbase të llapazanëve, por marr për kohën para 90-s. Ka ndodhur për shembull që duke parë rezultatet në shkollë, aty ku isha unë këtë në re, bën një mbledhje dhe më thonë nga rezultatet që ketë, propozojmë ty për sekretarinie. Tani unë isha një 18 vjeç. Edhe duke menduar që kisha dy prindër për ashtu nga partia e parë nuk e pranoja dot se gjatë bisedave që kishin bërë në shtëpi kishe krijuar moto më mirë kur sje në për këto organizimet e partisë se kur je dhe të heqin pastaj. Edhe një njeri si puna ime me dy prindër për ashtu nga partia do bëj target gjithmonë. Por ajo që unë ngrita atje, një nga ata propozuesit mund të jetë gjallë, se tani ata u bëkoj gjatë, nuk jetojnë më. I pyeta, kam drejt të jap shtëpi dhe punësim këtyre të rinjve unë? Se mund të isha bërë për shembull sekretari i një rajonit të dytë, domethënë, bëj fjalë për atë rajon edhe për Tiranën. Kisha parasysh që kisha dy vëllezër më të mëdhenj. Njëri sa kishte mbaruar ushtrim, tjetri ishte ushtar dhe nuk kishin as shtëpi, as me probleme të bëra në punësim, në strehime të tjera. Po ashtu dhe shumë shqiptarë të tjerë do. Po mirë, unë fola me ata domethënë. Por atëherë një sekretar i një kishte në korelacionin me një llafazani spion të kohës, domethënë, që merre me punë që nuk duhet merre dhe që ndërtonte karrierën e tij personale mbi një dogmë që i kishte kaluar koha, po dhe duke rënduar ke jeta e tjerëve. Në këtë kuptim, mbas 90-s, dham atë ndihmën tonë për të ndryshuar sistemin, por e pam politikën jo si sport që mund të merret seriozisht, jo si një detyrë. Pra njeriu duhet të jetë qenë politike. Dhe fakti që nuk është. Pastaj përfundon, thonë filozofët e lashtë, duke drejtuar nga maskaretas. Në shkuptim e thurë për masën, për shqiptarët. Po thonë filozofët e lashtë. Kur njerëzit e urtë, njerëzit me integritet, hynë në indiferencë, lidhur me trajtimin e problemeve shoqërore, përfundojnë drejtohen nga ata që nuk duhet ta bëjnë të punë.
A ka shkuar shoqëria jonë shqiptare në këtë pikë që është sillet indiferente ndaj këtyre? Ne kemi shkuar në ekstrem. Në ekstrem. Dhe mjafton në ajo që i vëvullin gjithave, nuk po flasim për dukurin ndryshme, është zëprazja vendit. Unë mendoj që janë këmbana alarmi që popujt të tërë janë zhdukur edhe para nesh, kemi Sodom dhe Gomorë, që ka rënë në degenerim të plot moral. Disa zhduken pas me fatkeqësi me jeshme, disa dhe nga dalë si puna janë, por në 36 vite... Pse jemi në të pikë që për të krahasojmë me Sodom dhe Gomorën? Po, pa tjetër. Në atë përshkallëzim, domethënë. Që jemi shoqëri e zhytur në një lloj moral, kjo nuk ka diskutim. Dhe pikërisht unë këtë kam parë, basë është një nga gabimet e mëdha në jetë që kam bërë që e kam quajtur jo vetëm të përshtatshëm për të marrë me këtë lloj. Në fakt, edhe pse ishte në një moment që nuk ishte burra kaq mirë që merresh me politikë të tjerë, pikërisht për këtë arsye do të marrësh. Shumë oqë ndorë përfundimisht, nuk e kam parë pasaj si karrierë, e kam parë thjesht për, edhe asë nuk e mendoj karrierë në këtë fushë, thjesht për të bërë një përballje. Dhe qofse kam nisur me çështje caktore, duke menduar që ato përballje po të realizoheshin me sukses, do të vinin në funksionim deri diku një mekanizëm që quhet drejtësi, gjëja kryesore që mungon çdo rrafsh të jetës këtu. Mendoj që do kisha bërë detyrën time. Pastaj, përveç kësaj, ne kemi biseduar që një rol ka të bëjë edhe forcimi i besimit në Zot. Dhe të ka dalë njeriu e shef që do të bëhet detyrën e tij si besimtar, domethënë, jo vetëm si shqiptar, jo vetëm si qenie umane, por edhe si besimtar. Mendoj që është një gabim e mëdha që njerëzit që duheshin marrë me politikë nuk e marrë me politikë. Dhe unë mendoj që cilësia që kemi sot, niveli politikës sot, produkti që e politika sot, e vërteton këtë që themu. Më keq se kaq, më keq përfaqësim se ky, domethënë, që kemi ne, që kemi rënë gradualisht, dhe ai të pikën që janë bërë krenar kriminalit, janë bërë krenar njerëzit pa moral, si meshkull dhe femra, që meritojnë të dytë në jetin term, atë janë bërë krenar i dutë. Për një moment ku adhurohet vesi, antivirtyti, krimi, i çdo lloji, që nga vjedhja deri ke vrasja e kutadion, kjo bën pasaj që shoqëria nuk ka thjesht probleme menaxhimi procedurale apo në formë, po është e smurë në thelb. A mos ndoshta shqiptarët, po flas për masën, që nuk reagojnë ndoshta të pjesën indiferente, domethënë sjelljes indiferente. Mos ndoshta ato nuk e gjejnë veten, domethënë të përfaqësuar nga krau tjetër, domethënë jo, është mungesë pjekurie, mungesë pjekurie. Unë e shoh mungesë pjekurie, se s'ka nevojë nëse do funksiononte me pjekurinë e duhur solidarizimit mirës për kundër të keqes, nuk ka nevojë që shqiptarët ngelen pengi një parti apo një tjetër. Nuk janë vargonj ato që i hedh, po e marr tani si shembull Rama apo Berisha dhe s'kam çfarë të bëj unë. Jo, ti ke çfarë të bësh, po ti ke bërë të zgjidhje që ke bërë. Qoftë indiferencë, qoftë i rreshtuar në krahun e gabuar. Pra, vërtet llumi dhe krimi e shohin e kanë kthyer politikën profesion biznesi. Po ti pse po i shkon për mbanisën, ose pse nuk e kundërshton, për shembull. Se këto janë pasojat. Aq më tepër që në moment caktuar bëhesh prap palë me to, pastaj prap shpreh keqardhjen, në një kohë që nuk ka ndodhur ndonjëherë që një njeri të çohet me të gjithë forcën e tij apo një shoqëri përkundër të keqes dhe mos fitoj.
kjo ka qenë edhe një pjesë madhe të lindjes, po si tek ne ato e te kaluan këtë punë. Mund të jemi rasti i parë në botë në këtë pikë ku jemi? Po në Europë jemi një rastet tipike të dështimit. Sot për shembull që flasim, Polonia e cila eksportonte masë më të madhe të emigrantëve në Europë, po dhe në Britani, mbas edhe në Amerikë, sot ka një GDP edhe pse nuk ka më tepër se 38 milion banor, ka një GDP për 1.1 trilion. Pra është e kënaqshëm kjo GDP për nivelin ku është. Mund të thuash që deri diku në raport me popullsinë, kjo GDP i afrohet Italisë të para 15 viteve, pra që ishte vend industrializuar, një të kështaçe. Për krahasim popullsinë, po kështu ka një GDP të kënaqshëm për popullsinë edhe Çekia, edhe Hungaria, dhe pse jo vetëm kaq, po konkurrojnë në Europë, kanë arritur standarde edhe në politikë, se rreth parë standardet janë do i tregojnë, po edhe në ekonomi. Pra konkurrojnë në prodhim edhe kudo. Pire janë pjesëtar barabartë me ngrënë zërin fort në familjen europiane pa asnjë lloj kompleksi. Dohet të lidhe pak, kur kemi shoqërinë e tillë që nuk reagon dhe sjell indiferente dhe nuk i sheh këtë siç ka po ndodhur, domethënë rreth e qark qoftë nga ato në rang pushteti institucional dhe administrativ, por edhe politika është po e njëjta. Për shembull, edhe ato që janë sot në krye të këtij vendi, të pjesës qeverisë, kabinetit qeveritar, shohim që të dyja sikur kanë gjetur një gjuhë dakordësie, domethënë edhe shoqëria, edhe palët e tjera politike, por edhe qeveria. Jo, po t'jap një shembull, ta kam thënë dhe... Pra, sikur edhe ne kemi rënë dakord me ato që na qeverisin, por edhe që qeverisin sikur kanë rënë dakord me ne, do të thënë me këtë lloj. Ta kam thënë dhe në bazë të dyer tjera më përpara. Është rasti një korrupsioni të bërë diku në Afrikën e Jugut. Jo tamam në Afrikën e Jugut, por në ato vende që janë kufi me te. Pra ajo kufizohet ka disa vende për qak, që nga Angola deri këte nga Zimbabwe, në krau tjetër, edhe Zambia. Edhe rasti që trajtojnë media ishte që u zbulua një korrupsion për arsye se nuk kishin paguar si duhet pjesën e opozitës. Edhe zakonisht, kur kryen të korrupsionet e mëdha, sidomos transnacionale, paguajnë pjesë më të madhe ke opozita, një pjesë ke opozita që është aktive në parlament, edhe media. Këto janë 3 grupe kryesore, pastaj ato e zgjidhin vetë çfarë paguajnë me prokurorit, me policinë, me ato që i mbyllin. Dhe s'kishin bërë pagesën e duhur dhe ju ngrit zëri, duke ngritur zëri, pastaj edhe aty, pse është Afrikë, korrupsioni dënohet kur zbulohet, jo si tek ne që e kap me peshë në dorë, edhe thot pastaj nuk është ashtu siç duket. E keni fjalë për drejtsinë? Po, tani këtu edhe aktori tjetër, që themi ne si popull, edhe heshtja në këto raste të rënda morale i lloj korrupsioni është. Jo më kot ka thënë Alighieri që vendet më të errta në ferr janë ruajtur për ata që në kohë krizësh morale ruajtën indiferencën e tyre, ose eshtën. Kjo eshtja del nga shpirti, ta nuk kanë një qikë setër, po eshtin të mekur para një pushteti, si do qoftë pushteti rrugës i krimit, apo pushteti me letra që me të me ka shtetin dorë, edhe i bën gjëmën familjes, gruas, borit, fëmijëve, motër, vlla, e vetës vetë, që shqetëson, dhe nuk e përcjell të, dhe i servili e eshur para shtetit, si s'kemi që t'i bëjmë, se këta janë shtetit ta bëjmë. Kjo lloj frike, kjo i ka bërë këta njerëz që janë kthyer në mostra. Arrogant të pushtetit, ta e tjerë. Unë këtë s'mu ta pranoj të se, jo pse jam më i vetëdijshëm, po, dhe këtë nuk e vend dyshim veten. Por realisht unë i shoh si vëmje. E para, unë nuk kam respekt për asnjë lloj krimi. Ç'të duhet kot që ti me të mek ngre zërin në shtëpinë tënde kurse ngre aty kur duhet. Unë me miqtë e mi, mbase mund të jemi egër
me një që ka post, ose një që mundohet të bëj kashillikun e tij etj. Po kur nuk kam qenë një njeri arrogant. Më ka sjell jeta të kem edhe njerëz varësi në punë, edhe mbi kokë. Po krenarinë kam treguar me ata. Me ata që kam pas për krah meje ose kështu, mund të pyesësh, unë kam ndaj marrëdhënie më të mira. Kujtohen disa për tyre për vit të ri, më kujtojnë, vim takojnë, ndrojmë një dhuratë, një shishe verë, një gjë, edhe pse unë si jam i alkoolit. Kur mbushet data datëlindjes në orën 12 minutë, për natën bie telefoni për urim, pra kemi ca miq. Kur se kam leju vetës bëhem arroganti, poshtër, shqetësuese, ti mbajnë ankth njerëzit poshtë vetës. Më pas pasaj, kështu kam pas, më ka lidh puna që t'jem dhe 17 vjeç, 19 deri 21 që para se të shkoja në shkollë të lartë, punoja diku Milopat, po isha shef turni, se kisha kategori më të lartë, po tu pas aftësi. Kështu kam qenë dhe atëherë. Po njëjtë. Po këtë tip kam pas, nuk e kam, më pas e kam kuptuar që kjo është i lloj burnie domethënë. Ati që ke si për kokës me i tregu se kush je, jo ati që ke poshtë vetes domethënë. Kështu që unë mendoj që njerëzit duhet të respektojnë veten. Për çfarë arsye po nështrohesh? Po 36 vite jemi katandisur një popull që lyp të drejtat e tij. Lypsari nuk e fal kush një tjetër. Të gjithë popullit që gëzojnë drejta, po të marrë dhe Zvicrën që ka kohë pa krijuar përplasje, po nuk guxon njëri të prejë drejtat e tij. Po të marrë dhe Vjena për shkakun aristokraci, po ata që duken si aristokrat, se shqiptari shkon me atë egërsinë e ambientit tu dhe mendon që është dhe më prioritar se ta, është dhe më i shkathët, më i egër, më i fort. Jo. Provo luaj me kot me banesa sociale, po them. Atje në banesa sociale banen dhe inxhinier. Provo luaj me të kartë atje. Si qonë ata. Provo luaj me italian, pushë nacionale. Që ne nuk e kuptojmë, se ne rrafim gjoksin në me të mek, ne jemi nacionalizm dhe. Provo luaj me italian atje. Se si të reagojnë. Për jo italian këshu meshu, për femra. Se si shpërthena në kuraje qytetaria dhe urtësia që ka në dukje kështu. Si ka mundësi që këta popull që ju përmendet më lartë i kanë ruajtur këto parime? Që janë parime njerëzore mbi të gjitha. Se pak është ajo që këtu vra besimin nga 67 deri në 91. Këtu mboll një tjetër lloj besimi. Frika ndaj pushetarit, ndaj shtetit dhe jo ndaj Zotit. Momentet që këtu nuk shet njeri, ke pati njeri tjetë i ndershëm, të mos të imponuar, do më thonë, vetëm nga ndërgjegja ti e bërsh me kollaj, tu njerëzit janë të ndershëm nga frika, se kanë probleme me shtetin, ose i shet dikush tjetër e tje, po jo i ndershëm që ti kesh mundësi ta bësh zullumin, po s'ka njeri, edhe kjo varet nga vullneti yt. Shumë pak i rëndë. Pastaj jam bërë trima për vjetë kur s'ka shtet. Se është një moment që ne shtetin e kemi në letër, ose e kanë marrë në dorë krimi, i organizuar tani perfekt në gjitha krahat, edhe bëjnë trimin. Edhe po e tregon çdo ditë më shumë. Tani, dikur në atë kohë që them unë, që ishe diktaturë me kushtetut, ishe tërmërit për balëshe me shtetin. Tani ishte tërmërit ambrosh. Po flasë për i shtetës së drejtës, pra që ka ligje drejta, po që dhe zbatohen ato ligje, ne si kemi asë drejta i pjesë e ligjeve, për të zbatohen nuk bëhet fjalë. Ku së ndorë ligji dhe jo më ligji, këtu së ndorë më ligji, dhe kemi faktin dhe sot që ne do të diskutojmë. Te kjo dohet diljet që sa herë i cënohet interesi i maligjit bëhet ligj, pra do ndryshojmë dhe kodin e tani, se nuk na leverdis tani që tjetë se sa po u zgjua drejtësia, sa po filloi të bëj punën e saj, ja s'na duhet kjo. Ne donin drejtësinë deri dje dhe u votuan 3-4 herë
dhe më thënë, bazë 2013 me atun që ne sollëm drejtsin. Ja, momentin që drejtësia çoi kokën, duan t'ja shtypin kokën, por nuk do eci gjatë. Shumë ka marrë hapin e guximit, shumë ka shkuar me mbledhjen e sotme të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, me ndryshimet që donte të bënte në kodin e procedurës penale, shumë e frikshme duk tek kësaj dëgjoja. Le ta marrin hapin sa duan. Si e komentoni gjithë atë? Sa më arrogant bëhet pushteti, bashkë me Taulandallën, Ulsivanjën. aq më qetë unë e komentoj. Gjermanët kanë fjalë të urtë shumë të madhe. E përdorin dhe suedezët. Guximi i madh vjen para rënies. Unë mendoj që do ta marrin. Diku tjetër u çalon puna, i din vetë se çfarë mendojnë dhe partnerët për ta, nuk do ta kalojnë dot. Pra që ta lexoj edhe unë ndoshta edhe për gjithë ata që na ndjekin. E gjithë kjo gjëja, gjithë ky vrulli i tij, pra domethënë tregon që mund të jetë ngrafmat e fundit, pra me këto gjëra që pa dyshim. Pra ka diçka, një peshë të madhe, një ngarkesë të madhe ky, domethënë kjo qeveri nuk po e marrin personale, por derisa ky e ka marrë domethënë gjithë mbi shpatullën e vet, gjithë këtë qeveri. Unë bëj një pyetje. Ti bën çfarë mund të bësh apo çfarë duhet të bësh? Unë po përgjithësinë jetë. Përgjithësinë çfarë mund të bëj? Ja. Po ti edhe mundesh me vramu tani, po nuk e bën. Thash për hapin thej se sa i hapi, ti kur bën jetë, çfarë mundesh ti të bësh? Çfarë duhet bëj? Apo çfarë duhet bësh? Çfarë duhet bëj? Se ti nuk shfrytëzon rastin as të përdhunosh, as të vjedhësh, as të bësh një intrig. As të hash haramin kur ama pakët e hallalin, po e bën me vetdi. Po. Atëherë fakti që ti ke marrë ca vota ashtu si ke marrë, kjo të drejtën ty kam mazhorancën unë dhe bëj çfarë mundem, apo çfarë duhet. Si kujton ti se kjo arrogancë nuk do e marrë një përgjigje kë? Ka thoni moçmi, të gjithë do të shijojnë banketin e konsekuencave të tyre. Të asaj që kanë bërë, domethënë. Tani u mendoj që po i vjen. Po vjen dhe i vakti i banketit. Me gjithë lukunin, me histerin e mediave, që dalin lapaqenet dhe më thonë, po i ka votat, prandaj ka marrë votat. Kush të ka dhënë ty mazhorancë, ta bësh drejtësinë? Dole një herë me këtë tezë që ne do ta ndryshojmë kodin e procedurës. Këta kush i ka thonë këtyre që janë pronar të Shqipërisë, na çojnë ne këta ku duan? A nuk e din këta që në Europë nuk ka të tillë atribut asnjë pushtetar kur prezantohet me akuzën, biletën e përjetime, vetë funksionon ligji ose etika për pezullimkat e tyre. Unë po ta them ty shkurtimisht në gjuhën juridike. Këta mund ta miratojnë atë ndryshim. Edhe pse do i paguajnë pasojat, se kur i hypën kalit marrëzisë, pastaj nuk ndalesh më. E kanë shuar frenat e dorës vetes tyre. Po momenti që ti prek procedurën penale dhe nga procedurë duke prekur pezullimin, masat e shtrëngimit dhe masat e ndalimit, të rast kjo është një mas ndalimit. Që ndalohet që për presidentin, kryeministrin, zëvendës kryeministrin, ministrët, avokatën e popullit. Po pyet tani, vetëm që prek procedurën, ti ke hyrë në territorin e drejtësisë. Kush është ai i cili është themin e zoti procedurës penale? Padyshim, së pari prokuroria me gjykatën. Nëse ti i heq efektin parandalues procedurës penale, pra pezullimi bën që ti parandalon një krim tjetër. Pezullimi bën që ti parandalon çintegrimin e procesit, pra prishjen e provave tjetër. Ai mund bëj edhe krim tjetër, si ai që ka bërë. Ti ja heq të procedurë, çka kthehet procedura pasaj? Kjo bëhet me vonesë dhe është kryer, nuk e ka arritur dot qëllimin parandalues. Është prekur pushteti legislativ, ekzekutiv apo i drejtësisë. Se procedura penale bashkë me kodin penal përbëjmë biblën e
pushteti drejtësisë. Së dyti është prekur barazia para ligjit. Neni 18 i Kushtetutës thotë që ne jemi barabartë para ligjit dhe nuk ka diskriminim. Si ka mundësi që kanë 7 institucione, 7 koka që nuk janë barabartë si ne para ligjit, bilas nuk i përgjigjen ligjit. Po çfarë na mëson e doktrina? Personat që ligji nuk e kanë mbi kokën e tyre, pa e kanë në këmbë të tyre, ata s'janë më qeveritar të zgjedhur me votet e tjerë, që qeverisin sipas ligjeve, pa ata janë sundimtar. Ne tani, a mundet një popull që sundimtarët i zgjedhin me votë? Jemi popull i lirë ne dhe kemi zgjedhur sundimtarët me votë? Këta që ndryshe na premtojnë në fushat dhe ndryshe na kërcasin dhëmbët me arrogancë tani. Mendoj që është një akt arrogance e cili i bën kashillik një drejtësie që është e dobët, po me perspektivë për të forcuar tani. Pra, po ndonjë duke u matur, duke hetuar, tani po jep hapat e para. Aq më tepër që partnerët tanë, sidomos amerikanë, kanë ngritur një çështje të rëndësishme. Në të paktën kanë pas mundësi ta dëgjoj dhe deri për zdrejti për tyre, por dhe këta, por nuk e thonë shumë gjatë, që është sekuestrimi dhe konfiskimi i pasurisë krimit. Dhe pikërisht këto momente që ne duhet mblidheshim për ndryshuar ca ligje në lidhje me drejtësinë për ta forcuar reformën, për ta përshpejtuar reformën. Jo për t'i vënë këtë shkop në rrota, kjo është t'i vësh një blokadë tani drejtësisë, se do justifikohen nesër ke Europa dhe Amerika që ne ja plotësojmë kushin kryesor që ju keni për Shqipërinë, stabilitetin. Se realisht ata duan tek ne. Jemi një treg i madh ekonomik, bile jemi pa përfillshëm. Por unë mendoj që nuk mund të ketë më stabilitet Shqipëri jashtë standardit. Stabiliteti duhet vi vetëm me standard. Me standardin e ndërtimit të shtetit ligjor, shtetës së drejtës, ku gjithë janë barabartë para ligjit. Nëse ne do të bëjmë sehir tragjedisë tonë, e të koste madhe. Tani pse të bësh sehir i hyn hak vetes, fëmijëve tuaj, vendit tat, për t'i hapur rrugën disa rrugashëve politikës, të cilët janë, unë i imagjinoj si grumbull plerash, që edhe pse është i çik e përshtirë të merresh me to, po me ca masa higjienike, themi ne, doreza dhe maskën, për t'i marrë me lopat dhe për t'i pastruar domethënë. Po mirë, a ka njerëz se këtu jo për t'i bërë qefin kësaj bisede që po bëjmë ne dy, por a ka vende të tjera që diskutohen këtë lloj forme nëpër media të tjera? Lutem mos e keq kuptoni për gjithë ato që e ndjekin, që nuk ka lidhje fare me këtë çka po bëjmë ne, por realisht domethënë duhet dalë te kjo që shumë gjëra këtu në Shqipëri, për sa përket pjesës ndryshimeve shumë të rëndësishme, siç është rasti konkret dhe rasti i ndryshimit kodit penal, është shumë gjëra të tjera që këto kur sa herë që ndjen veten në rrezik ose pushtetin e tyre, sundimin e tyre në rrezik, marrin hapa të tjera. A diskutohen këto, marrin vesh domethënë njerëzit, pakun kjo më elementare kësaj gjë, siç e thatë ju Neni, 16 domethënë i Kushtetutës, që këtu e hedh gjithë poshtë gjithë të gjë. Ne 18 tashun për diskriminimin. Pastaj janë prekur nenet 4 dhe 6 në lidhje me ndarjen e pushteteve, që janë prekur tërësisht. Megjithatë, unë nuk e di si do kalojnë gjykatë kushtetuese ky ligj, po u miratuan edhe nga aleatët. Njerëzit shqiptar janë pa informuar, jam i sigurt, s'duan të informohen. S'duan të informohen. Po. E para, pjesa më aktive e popullsisë që ka ikur. Ajo pjesa që është më e vetëdijshme, që ka dhe i lloj dinjiteti. Tani këtu kanë ngel këta që kanë ngel. Dhe prandaj po bëjnë qef edhe e kanë rritë qëllimin deri në një pikë. Prandaj unë them që ajo që më vjen keq, domethënë që duhet kishë marrë frenat, është pjesa e besimtarëve. Nuk ka rëndësi cilës nuk bëjnë ndarje në besim. Zoti s'ka bërë ndarje midis profetëve dhe ka thonë që 3 librat janë dritë spritur nga Zoti. Po besimtarët nuk po thonë fjalën e tyre.
Dhe ky është gabimi i rëndë. Besimi nuk mund ndahet nga problemet e përditshme dhe problemet e vendit, e popullit tënd. Unë për këtë mendoj që ka diçka që nuk shkon. Kur do bëhen vetëdijshëm besimtarë, do thonë fjalën e tyre. Dhe do thonë të pabezëve, se kanë pabezë në çdo rrafsh, jo, ne do kemi përfaqësuesit tanë. Ata e friksohen shumë më tepër se çdo gjë tjetër kësaj që u po them. Edhe kanë arritur kanë manipuluar i pjesë të klerit. Pavarësisht çfarë kleri është. A është hoxha, është prift, apo babat e qeje, po kanë arritur ta manipulojnë. Pse po të lëvizin këto, do të ishte tjetër gjë, domethënë 100%. Po pse mua më frymëzojnë këto libra dhe ky besim e këta nuk i frymëzoga? Prandaj edhe në këto libra thuhet që në çdo popull meriton qeverinë që ka. Edhe thuhet që asnjë popull nuk ndihmon Zoti, nëse ai nuk ndryshon veten e tij. Ja vërtet është. Po a është besimi edhe profetët janë dërguar dhe besimi është forcuar momentet që ka pasur krizat mëdha morale. Ata se kuptojnë tani që po tallen këta, se mund të adhurohet një njeri? Kemi shkuar deri në të pikë që po adhurojmë? Po si ka pati kur dikuj po i bitet fikët duke thirrë për Berishën, dikuj për Bashën, tjetri nuk na duan këto, tha vetëm juve të jeni mirë, e ku ta diun? A mund të adhurohet një njeri? Aq më tepër që momentin e karrierës tyre këta që adhurojnë këta janë kthyer në anti-njeri, nuk janë njerëz. Po normalisht ai njeri që shkon të adhurojë njeriu është një nga... Jo, po, edhe këta vetë. Këtë adhurosh nga këta, që po themun, Ram, Berisha apo një tjetër. Mos ndoshta edhe ne si shoqëri më bërë një kopje shëmtuar e tyre? Jo, ata janë bërë të tillë, jo rastisht. Do ne po ndjekim hapat e tyre, jo, hapa sapi, por ne kemi deformuar ata na kanë deformuar ne. Ata hapa sapi shohin shtëngo, domethënë, zmadhoi hapin e padrejtësisë, të arrogancës, maskarallikut, mban ky popull. Pastaj kanë parë që ky popull që ka llëskuar fare ky. Me këtë bëgemi çfarë dashkemi. Mjafton çdo njeri këtu blihet. Këtu bëhet dhe pa mendueshme fare, etj. Çfarë them? Pazari që tregu baktive. Po, kështu që këtu çfarë kanë dashur ata, edhe i kemi vënë kufirin, ne kemi thënë mos e bëjnë. Gjithë e kanë bërë. Bile ata kanë humbur dhe perceptimin real sa e kanë fuqinë, se mendojnë që janë të plotfuqishëm tani. Mos them që mendojnë që i ka çu Zoti për të na bërë neve si Zot në tokë. Jo, për të na bërë neve domethënë të fundit fare si popull. Na ka çu Zoti me mision t'ia tregojmë qefin të popullit. Në farë mënyrë. Me kuptoj. Edhe njeriu këtu provohet edhe me pushtet, po edhe me padrejtësi, si reagon. Veçanërisht për pasuri, për pushtet, kur ka pushtet, domethënë aty është një nga provën që prova më e madhe është pushteti, ai se kalon dot, se është pushtet, se fukarallikun shtongohesh dhe e kalon. Po pushteti është provë e madhe. Por ti më gjithë padrejtësinë kurisë që e mban, çfarë je më? Ti se meriton? Se meriton atë vend, se këtë vend mendohet që ka lind civilizimi, kaluan disa perandorit mëdha me qindra vite si ndikimi grek ka qenë i fuqishëm, romak apo ndikimi helenik po themi, romak me qindra vite, pastaj mira, i ca vjet, ka qenë otoman 500 vjet e kusur, dhe vjen puna ti mbjetove tani të copolojnë këta? Basar të ratës tënde kështu i bitani. Se kur nuk ka pa zhveshje tillë të marrin malet njerëzit. Pse më s'ka pas emigracion atëherë? As në kohë luftës s'ka pas kaq. Po mirë, pra ky emigrim pa luftë flet për nivelin e politikës. Sa politik antishqiptare është kjo që është instaluar këtu.
Dhe njerëzit pastaj thonë kanë frikë të flas. Po një njeri që ka frikë, është pa kuraj, një njeri nuk e meriton as jetën. Unë nuk se di se si jetojnë ta. Një servil si del para gruz vet, nuk i përshtiroset gruz atij ai servili? Ai përgacaku? Unë nuk kam eduku fëmijët e mi të jenë pa kuraje. Këto çdo gjë që e kanë çuar të pikë Shqipërinë, dhe shqiptarët e kanë nga koka vet, nga gjithë gjëja vet, apo kanë influencë nga jashtë. Ka filluar me vrasjen e Besimit, ku Besimi u zëvendësua me Maliqin, me frikën ndaj shtetit, edhe u trashëgua pastaj u titërsua tani. Po i shtohet dhe kjo që dikush përfiton nga servilizmi, Te kjo do e di, pra në mbështetjen e Ramës, dy personazhe që pashun, Taulant Balla dhe Ulsi Manja, domethënë, edhe këto le themi janë në lloj dakordësie, besojnë vetë atë siç ka kërkonte Rama të bënte ndryshime, apo thjesht është çështje servilizmi? Tani unë jam mjeku i tyre, po i shoh servil edhe të nështruar dhe mendoj që s'do e kishin mbajtur ta qëndrim, po mos ishin posët ku janë. Rama përfshirë dhe këto vetë, ndoshta nuk kanë simmetizure dy emra që nuk kanë një rëndësi. Ai heq i largon kujdo qepi apo kujdo qepi, aty ka i gar kush serviloset më shumë tek Rama. Dhe nuk besoj që ka ndonjë në ekipin e Ramës që është counterpart. Po ta lë një person kot si Tokzim atje që thonë nuk bëhet shumë. Nuk besoj. Atje ka deri diku te Rion Brashi. Atje performanca më e keqe është që nuk e servilosur në dozën e duhur kaq. Që ke servilozë ke me patjetër, por ç'është dozë. Tani s'mund të marrësh tani të thosh e merr tjetër podcast dhe i thu unë të pikas aty se thotë tjetra pata fati që unë bëra një koment servilizmi për Ramën, dhe atë komentin e për Ramën dhe moj direkt e vuri për deputete. Dhe pasaj tani e çonta në Akademinë e Parlamentarëve të Rinj. Ç'është kjo? Ato përgatiten gjithë jetën për të shkuar atje, ti i merri aty pasaj i përgatit. Po ti pra pse i more? I ke marrë si dedikuar kështu te. Po çfarë ishte ai skandali tjetër ai? Ulurimi ishte. Ai Petales, ai djali i ri, që tha pse s'ke ikur jashtë, pyeti një moderator. Më duket se Rolandi Gedritare, Roland Qafoku, po ja tha, ai 26 vjeç, i dhasha një mundësi vendit tim, tha. Ne kemi diskutuar. Po, kjo është tulurishmë, si më çfarë mbjellim ne, thashun, the next one is born, thash. Pra, po një tjetër si Rama pas ka lind, thash. Që mendojnë që ekziston Shqipëria për të kënaqur ti egoizmat e tuaja. Po kjo ka i kufi, mër. Kjo ka i kufi, do keti kufi. E unë e shoh që po afrohet ai kufiri. Se të kalosh në këtë lloj deliri, kam përshtypjen që do të vinë gjithë dita që filloi në mëngjes mbarojnë darkë. Dita që filloi në mëngjes mbarojnë darkë. Nata që ka filluar para disa orësh do mbarojnë mëngjes. Sa kemi orën tani? 9:14. E mbrëmjes. Do mbaroj nesër mëngjes. Çdo natë ka fundin e saj. Dhe ky sundimi këtyre do e ketë fundin. Do e ketë fundin e tyre. Por ne kemi për detyrë të mos harrojmë. Popujt që harrojnë çka ka ndaluar janë destinuar gjithmonë të jetojnë tragjedi. Prandaj mësohet historia, mos përsëritet. Një ndër tjera për sa i përket çështjes Ballukut, që është çështje më e komentuar, që flitet direkt pas saj mund të jetë Rama. Rama tek kjo mbledhje, domethënë në grup parlamentar të Partisë Socialiste, tha që ma ka ofruar 3 herë dorëheqjen, por se kam pranuar, kam refuzuar unë. Po mirë, po pse e mbron sot? Kjo është edhe pyetja ime domethënë. Jo, po them të tani. Nëse të ka ofruar 3 herë dorëheqjen dhe e ke lënë të përballet me një ka pasur një furi i sulmesh për pas. Me drejt pa drejt, unë mendoj që po e them me drejt. Kjo përballur. Pse ja ke dhënë kuriz me pa drejt? Kjo mbaj. Se njerëzit zot që fol kështu. Në momentin që thonë po, ka ndodhur kjo dha dorëheqjen, do kishin trajtuar dhe më ndryshe.
Se gjithë historia, e ata që dalin aty ke sheshi, me Saliun ka kërkuar largimin. Largim, po. Ti thua se kam lëshuar unë. Tani pse e përdor tjetrën? Po çfarë arsye refuzon Rama Po mi më mirë arsye tani, po të mirë të parë një. Ti nëse ta ka bërë atë, që ka No, i keqin të mes janë këti. Rama. Po jo, e ke përdor pra. E ka përdor, po. E ke përdor pra. Pse e bën këtë punë? S'ja pranova unë. Unë të kem dorëgjën ta hedha tjetër s'pyes fare se kush je. S'ja pranova unë, se ky e stale edhe me ik puntate me të mek. Po ku e gjen të forcë? Si tutor. Po ku e gjen të forcë? Tutori mund mbahesh. Tani, qofse ta ka dhënë dorëgjën, se ke pranuar, ta kërkon dhe drejtësia, se ke pranuar, ta kërkon dhe opozita, se ke pranuar. Tani mos e prano tani. Edhe njerëzit mos merren më me ballukun. Çe ke ti që Deri diku nga poshtë underground është thënë kjo gjë që është Rama. Ja marr njerëzit ka thënë tosh më underground, se na ka thonë se tani Olimpi i madh ky edhe ky më është vet t'ja bëj sap tani. Kur ta shoh. T'ja bëj sap. T'ja bëj sap. Se kujton ti se Pra arsyeja e refuzimit është se ky është problemi, domethënë ky është ai gjithë strumullari i gjithë gjërave. Ky është balluk është Rama vetë, domethënë. Gjithë problemet, gjithë akuzat, gjithë korrupsionet, gjithë çka mund të ketë padrejtësitë e ballukut është emri Ramës. Pra na çon kjo gjë, them. Jo, më jo, se ti po e bën për emisionin, çon kjo gjë, pse si mendon ti se ne Shqipëria 28.000 km2 i bie me makinë më ditës kryqit të tërthor, domethënë, dhe ti nuk e di ke ti se çfarë kë ke ministër afër dhe këto pa jamë. Për mendimin tim, çdo gjë që ka bërë një ministër është ndjenjë e kryeministrit. Kryeministri ka të gjitha levat për të marrë informacion për të parë çdo gjë. Kështu që nuk ka më tani, s'mund të thotë më se përdor më dhe atë shprehjen kush ha kundër dardha maskurizit. Iku e para njerë këtë mund ta përdorësh me njerëz që kanë probleme mendore ose nuk janë maturuar mi nga mënde kokës. Detyra kryesore është ti ta ruash vendin nga kategoria e shpërdoruesve. Kush ka thonë ty me i lënë kundër dardha maskurizit? Kush aty me këtë kurizin nga ato? A çfarë është përdorimi i detyrës? Të gjitha veprimet dhe mosveprimet me pasojat financiare dhe tjera. Pra, mos pasja mendje se jote na ka kushtuar to, për shkak të për gjithë ti. Po se t'japin votën këta, po edhe kjo nuk do të thotë se ka dhënë votën një popull malign, që është kriminal ndaj vetes tij, se i pjesë e madhe kështu po dalin. Edhe kjo është e drejtë. E t'jep drejtën atallësve e tjerëve, që kemi dy parë me në kokë. Edhe akoma nuk e kemi shujt atë setrën që në ka ngel. Se ke maskara që mbledh vota atje i kriminal, do thotë se ti mund të shtypësh mua të rjetën. Më tepër se sa këto diskutimet për ministrat nuk ja vlen. Unë mendoj është për të parë më përtej saj. Ai polici, po shikojmë tani, ti mendon që është një kriminal siguron votat ta sjell deputet i parlament. E kuptoni çfarë fuqie kanë kriminalet? Sa për 10 deputeta apo 5 ministra, 10 ministra. Mund të ketë njëri nga ato. Që policët janë shërbim të atij. Spion, shoqërues, shofer kriminal, policë. Edhe me postë mbas. Por ne duhet të shohim për te ku është thelbi i gjës. Nuk ka më vlerë tani një deputet që s'ja di me emrin. Unë këto 3 qeverit e fundit si kam mësuar kur deri në fund emrat e ministrave. Le pas e deputetëve, nuk i kam ditë. Ky është thelbi. Si ka mundësimën që ne na u ka ta ndis policia në sindikat krimi. Po ta shohin shqiptarët, mirë që them unë, duhet çdo shqiptar të mbajë armët gati. Ka vajt ku nuk mban më.
Ky është thelbi. Ç'më duhet mu tha këta, i përdore më. Pse s'mban burra Rama në qeveri? Burrat, edhe meshkuj, po dhe burra tamam. Ku guxon ti shkelesh me këmbë? Vend tjetër ministrat. Unë se bëj, as nuk lejoj të mbjedhen, nuk bëhet fjalë. Po edhe nuk e bëj më, po edhe nuk të le tjetër më. Ai është komod me femra që i bëjnë lepe peqe. E themin e s'ka si ky, po pse çka ka bë ky? Çka ka bë, ç'a mrekullie ka bë? I them tyre llapaqenëve të partisë vet. Që më fërkoni kurizim mua, kur unë përballesha me Berishën dhe me Metën, edhe bëj si kur i kanë ngel hatri. I them, mos zhdukuni gjithë nga aty ku jeni, se nuk guxojnë të kundërshtojnë. Mos zhdukni gjithë, kopes si që jeni. Si jeni hipokritë e maskarej. Se drejtësinë kësa liu e donit ju, po ky ju i nuk e doni. Kupton? E tani shoh gjithë. Kush është kundra, është me dy standarde, mundohem, kur i shoh, mundohem t'i qëroj gjithë. Me përshqisimet madhe, si ka mundësimër. 10 vjet të lavdërojnë, dhe të njëjtën gjë që e thua, një të vërtet tani, bile edhe më pak, sa ti i bërë edhe dosjet, ati dhe metës i bërë nga i dosjet. Rinë këshu, shtrembrohen, se i shonë në komente tjera që flasin me gojnë e qeveritarit që shkapur me presh në dorë. Fol me standart. Njeriu atë standart, burnia është ta pranosh si tek vetja dhe këtë tjetër isoj. Të është mbyllë gojën, mos merr pjesë në debatin publik. Ose shoh gazetar që në tavolinë nuk ka lënë gjë pa thënë për Ramën ose për Vilien, dhe pastaj bëhen partizan të këtij për t'i mbrojtë. Unë se nuk e gëlltis do të. Po qa me thone, po qa në kam bëgë tane? Edhe si ku mos në kemë vjedh parat, duke mos në ndërtuar shtet, duke mos bërë Shqipëri në kanë vjedh jetën. Jo më që i kanë vjedh e kanë rujtë. Po qa me ndoj ta, se doli ke syri Benamete, po Benamete ka tefterosë tjetër vënd. Qa me ndoj ta, se të huajt nuk e din që ndodhë tu? Këtu është i poshtër ai që mbron dhe justifikon një qeverisje e cila jo vetëm që ka mashtruar, jo vetëm që është tallur me gjithë pasuri publike, me PPP-të, me koncesionet, me tenderet e me gjithë tjerë. Po që ka vrarë shpresën. Që ky vend mund bëhet, dhe vendi mund bëhet vetëm i bazës e drejtësisë. A ka vend pa ligje në botë? Nuk ka. Ti po i shkel dhe ligje. Pra ne, sot, do pim në pikën që qoftë se vitin 2012, ne ngushtuam imunitetin dhe gati për të hequr, ne sot të arrisim imunitetin atyre, dhe pse ka pushtetin më të madh ministri, për shembull, presidenti kryeministri, do kenë mbrojtje më të madhe nga kashi bile ligji ka karakterin proporcional. Kjo është shumë i rëndësishëm. Pra sa më shumë pushtet dhe tagra ke, më shumë ka të drejtë prokuroria të vitë ty të pari se tjetëm to më shumë se tjerët. Po pse si japin këtë imunitet gjithë shqiptarëve, gjithë administratës? Me që u boka puna kështu. Apo këta janë qenë e pavlerëta. Se këta i lujnë me një tron të lapë si ti e mrojnë që mrojnë ta. Pse se bëjnë të punta? Po kur i vajti ujë ke shtëpia, a i mbron vetën e ti, as i qoftë tepër. Vetën e ti, kokë e kam. Dhe unë jam i bindur që partnerët tanë mbajnë shënime dhe do veprojnë. Ky tallet se kur e kapat e i deliri, i duket çdo njeri në botë i duket kot, domethënë, dhe ky gabimisht ka lind ke një vend i vogël, se ky meritonte një vend më të madh që të bënte politika më të mëdha, se për të bërë show. Po në fund fare, unë e siguroj dhe atë që nuk beson, edhe unë që besoj,
Zoti në fund do të marrë një libër. Çfarë mirë është ke bërë e çfarë të keq është ke bërë. Edhe si do që ta shprehë ai që i ka gjitha bashk, edhe kryqin, edhe atë guri me 12 cepa, të 12 imamëve të Bektashive, edhe ku ta di unë në i besimi tjetër, i mban gjitha bashk atje. Nuk do t'i mjaftojnë. Nuk do të thotë që është më i mbrojtur. Kur di momentit vërtetës, nuk i mjaftojnë se njeriu në atë botë do marrë vetëm veprën e tij. Investo sa duash ti, pije verën si duash, sa duash shtrenjtë. Por unë mendoj që dita e vërtetës do të jetë e dhimbshme. Pastaj se njohin fare si realitet të gjithë nuk e besojnë. Ne çfarë bëjnë më unë jam i sigurt, ja këtë marrë kështu dhe bëhe me bolt ku ta bësh. Këta nuk po dinë mos si dalin nga politika. Ose këta realisht mendojnë që do jetë përjetshëm politik, se mbjetesa tyre është barabartë me pushtetin. Këta nuk bjetojnë dot pa pushtet, pa qenë kal pushtetit. Se porar miqëran do shumë pushtetin. Po këta do zhbëhen e do shkojnë në hi, domethënë gjitha prandoria e madhe, shkëlqimi i tyre ka për të bërë hi, se nuk ka sikur një sekond të ekzistojë drejtësia në Shqipëri, ata nuk mund të ekzistojnë më. Pra, çdo hap i drejtësisë përpara është fatalitet për ta. Po çfarë faji ka mund që duhet të jetojnë në vend drejt, se nuk i leverdis ka drejtësia këtyre. Për të mos thonë që është turpi më i madh që deputetët tanë zgjidhen me votat e atyre që kanë duart me gjak, jo deri këtu, po deri këtu. Dhe për të punë i them njerëzve, mirë që nuk na përkrani kur themi të vërtet, pa mundoni dhe justifikoni pushtetin. Jeni më të poshtë se ata. Jeni më qetësira se pushetari që flen në një kravat me kriminalin. Jeni më të poshtë, begla më të përshtyra se ata. Se që unë kërkoj drejtësi, e kërkoj edhe për ty. Drejtësinë. Nuk kërkoj drejtësi selektive. Një shtet që të favorizoj mua, disfavorizoj ty, për shkak të bindjes, absolutisht jo. Unë mendoj që këtu është defekti në formimin e njerëzve. Pra fakti që jemi të gjendje nuk është rastësisht. Ne kemi defekte të rënda. Dhe ne është më mirë të punosh tani se sa të drejtohesh gjithë popullit, më mirë të ulesh me një njeri dhe ta sqarosh më pse mbak të qëndrim. Është më mirë, është më me vlerë. Po më me vlerë. Po nuk funksionoi solidarizimi i njerëzve të mirë, nuk po Shqipëria. Është vërtet, do ta them këtë që e kam nga brenda. Teksa të ngjoj, shoh edhe veten tim që jam i mangët. Maskaret e merren vesh me një tjetër. Pazarxhit merren vesh. Çfarë është ajo dashurës? Pazar. Po ti deri dje çfarë stemër për këta? S'ka në gjë pa i bë Shqipërisë ta as turku se ka bërë. Tani vajti, tani e pe me vizion ti. Po pse më kur të do byth aty është i mirë, kur do është i keq? Kur e kundërshton ti ke drejt bytha jote me djeg deri në kryeministrisë. Tani duhet me hyj me punu atje, po kjo është turp. Edhe thot pasaj unë konkurova dole i pari, pa na tregoje konkurrencën. Edhe më vjen keq për qëndrime që kam bajë, se kam njoft. 60 vjet burr, unë si praktikë jetësore është që robi kur shkon atë mosh, njeriu fillon sikur ja marr çip më pak se është pak më vogël se unë. 56 po e marr po e 59 jam unë. Por në kuptimin me idenë që kur shkon atë grad moshe, robi sikur fillon të nxenë tërheq për nga e mira, le themi, do sikur shet gjithë ato se çka ka bërë më para, siç i them atë shprehjen shqiptare, do fillon të nxenë, të nxë. Po çfarë duhet do një njeriu në atë moshë 56 vjeç, çfarë duhet, çfarë kishte nevojë tjetër një njeri domethënë që bënte këtë lloj kapërcimi të ndryshoj komplet bindjen e vet nëse ka qenë domethënë gjithmonë, ose mund të ketë qenë gjitha loja, gjitha ajo, nuk e di. Po kur shrika ai pa posa, je pas e kuptu. Po në çemin e budallën e tjerë, të shohim se si do maj posë këtë jetën. Po 20 vjet çfarë bën e politikës? Ja që ke deputet, çka ke boti politik? Ti thosh 20 vjet. Qa kemi në ligj ne që ma vullin e këti, juristit madh. Po këtë tjetër kryeministër, që ka
që në 98-ën politik. Qa arritje ka më Shqipëria? Shqipëria është bërë një vend i pabanueshëm ku braktiset nga njerëzit për arsye se mungojnë elementet domosdoshëm për të jetuar, qofshin ekonomik, qofshin juridik. Kështu që Altin, unë mendoj që jemi ne shkaku. Ne që durojmë dhe ne që lypim drejtat tona, ndërkohë që drejtat fitoren. Nuk të jep një ime të lypur. E këta po vjen, bile po ta shoh nga fushat, nuk bëjnë më as program ekonomik, me arogancë e pushtetit, domethënë. Dhe ju dele e llogaria fiks, sa e mendojnë, si janë e parë në Gërçë edhe tani. Kjo tregon që ti je i mirëformuar. Si ndodhin tot? Ti di sa do dalin zgjedhjet, edhe se di ti kush po vjedh, kush po vjedh. Tu në këtë pikë jemi. Tani me këtë arogancë po na diskriminojnë. Ne do vjedhim, çdo na kontrolloni, po s'na kontrolloni kohën e dur, bile mundësisht mos na kontrolloni asnjëherë, të lodheni që të mendoni që ky shtet nuk bëhet, se tjerët u bën dhe ne s'u bëhemi. Po bëhet Afrika, ne s'u bëhemi, jo më ne do bëhemi. Ne patjetër do bëhemi, po që të bëhemi ne do zhbërë ata, domethënë. Duhet opozita e vërtet për të ngrit, edhe njerëzit do të heqin dorë nga dogmat. Kush është i besueshëm? Unë nuk do të besoj ty nga ajo që thua. Unë do të besoj nga ajo që ke bërë në jetë. Edhe me këtë kuptim, njerëzit e bëjnë skarcimin moral. Se ndryshe, po nuk u bashkuan njerëz e mirë, nuk bëhet Shqipëria. Po aq sa janë, besoj se janë të mjaftueshëm për ta bërë të vend, domethënë. Sido që të jetë një alternativë e re do bëj punën e saj mbas. Mase duhet punojmë si qytetar, bëjmë një alternativë, nesër të japim rrugën njerëzve që ata do punojnë me rregullat e tyre, ne të punojmë me rrugë Zotit, e mbas e bëjmë. 2 sot, 3 nesër, shërbejmë si e strumullari për bërmullarin pasaj. Po normal. Ja, kur bë politik dashis, mos bëgemi ne? A më i qut dashi? Talle dashi me ne, thot bëra konkurim, thot. Ftot? Edhe fitova. Në këtë vend që ka marrë maljet meritokracia, u instalua dje, sa fitoj dashi, sot. Ftot? Edhe më tallë me ne, si jemi kështu ne. Jemi ka të ndisë me në tallë në dashi. Po mirë, për derisa jemi bë dele, normalisht. Ja, për normal. Do na tallë dashi. Tani, për ta mbyllë pjesë, jam kurioz, ja ka kërkuar Rama që ta bënte atë lloj deklarate atje, po dali Rama është më origjinal. Rama i tha, Rama është më origjinal, Rama e kontrollon atë retorikën e tij, se ka problem, aty ka hecë se. Deri tani ças na ke thonë, tani tha, po ndryshon si raja, na thuaj edhe në fjalë tani. Ajo është fitore për Rama, nuk është për... Po tjetër, e s'po të falë. Nëse Rama lëviz të tjetër ka bërë edhe... Rama po thotë shumë një gjë, unë nuk kam vend, po ca vene mund t'i gjejem për ca nga ju që përtisni opozita. Ndiqni dashin, e s'në ke unë. Por për gjithë jo, gjithë s'kam kuj marë, pra këtu nuk është më punë morali, këtu o punë pushtetit, vëlla, po kaq manë kjo pushtetit në të Rama. Tani, kaq, edhe ziuni kush mi di vlerat mua dhe kush ma njohi mu vizionin sa më mirë. Ja njohu vizionin dashit. Se pëllit nga të regoj që vizionin ishte këse. Dhe i di se kishe pa. Nga pozitat parlamentare që pa, nga pozitat e njeriut profesionizëm fushë. Ti iku nga Berisha e pa, do në kishë dhënë Berisha si duket të rezën e të pames. Dhe këtë fajnë Berisha, dhe se kishe pa mirë vizionin. Dhe një gjë tjetër që më ka bërë përshtypje këtë fundjavë është edhe kjo qasje që ne deri diku në të gjithë këtë bashkëbisedim që bëm në atë lakohet e gjithë biseda, ky reagimi i Ramës, qëndrime që mban, takimi që pati në Durrës te bashkia, teksa kishte edhe disa protestues atje, gjuhë e trupit, reagime, nuk e di a e ke ndjek pati edhe përplasje që urdhëron edhe policinë, po merrni atë. Ai polici duhet pushu nga punë, që ka pranu një urët jashtëligjshëm për të shoqëruar person.
unë siguroj si njësi ligjit që nuk ekziston asnjë mundësi e tillë që një ministër, që çdo person jashtë strukturës policisë të urdhërojë një polic për të bërë shoqërim. Shoqërimi ka kushtet e tij, për një flagrant caktuar, për një dyshim caktuar, nëse ka për të ngritë atë një pretendim mund të ketë aty nga ana juridike, nëse personi ka ofenduar, po, ai ndalohet, po e me urdhrin e tij. Merren ndonë. Ka kalim kompetencë, nuk. Jo, polici po. Po s'morën një, morën disa. Disa, patjetër. Po këtë, me mjekër që ishe këtë gjatë, me mjekër të imë, të s'du ta kishin marrë. Qofse njojnë, ti person, ke ofenduar kryeministrin, do të kesh bosh me një kallëzim penal, për ofendim, mbase po, ti e merr shoqëron se thot kryeministri ja. Nuk shkon, nuk ekziston. Nuk ekziston. Aty policia mund të rrynë nëse ai rrezikon jetën ose bodyguard e tij. Por ne kemi ndërtuar policinë në atë mënyrë që as ministri i rendit nuk jep urdhra, po bile është kompetencë vetë policit dhe përcaktuar në ligjin për policinë e shtetit. Kur bëhet shoqërimi, i cili nuk zgjat aq sa është nevojshme për sqarimin, për cilin e ke shoqëruar dhe kur më tepër se 12 orë. E qartë. Besoj që jam plotësisht i saktë për të që po them. Prandaj edhe unë doja që ta ceket. Policia atje duhet të pezullohet policë tani. Se ka shoqëruar atë në kushtet e shpërdorimit të detyrës. Meqense jemi po te policia, për sa përket një nga protestat që unë do doja ta vlerësoja dhe njëra që në Veripoj që po bëhet një protestë atje. Përplasje policisë midis protestuesve. Nuk i di le të ketë përplasje, nuk i di si është gjendja si është çfarë fakti kemi, a i kanë letrat, as i kanë letrat nuk i di. Është diçka tjetër. Se mund të ketë probleme porosie që varet se si e shohin, duke qenë që po si frymë proteste protestat gjitha ne janë të mirëpritura për të mbrojtur drejtën, po nuk e di si është e vërteta e procesit. E qartë. Për mbyllje Se më ka ndodhur që unë vetë kam ndihmuar dikë që ngritë zërin, por kur pash ai e kishte zënë pronën. Edhe nuk e di. Në këtë rast kurse di nuk kam çfarë them. Shumë korrekt. Je shumë korrekt për të lloj qendrime derisa po unë po të marr rast tjetër për shkakun që po shoh letrat e një personi që kemi njohur, ka ndodhur një vrasje përballë me mbrapa shtëpisë fëmijës në Tiranë. Dhe akuzohet një polic atje, dhe vllai i tij. Një ish polic që ka mbaruar shkollën në Turqi, duke njohur me ca akte, kam pa që pjesa e policisë ka vepruar shumë gabim. Duke njohur me akte, duke njohur me ekspertizën balistike, po dhe me ato të kuformës, ku prevalon ajo kuformës, nuk është vrarë andej nga thuhet. Për mua ndryshim provash. Jo, është keq drejtuar i gjithë procesi jetimit. Edhe jo me armën me cilën thuhet. Pra, edhe nuk janë përshtuar pistat e tjera për të që është kjo. Po këto mund të themi që kemi organizim të krimit mirë, po tani ka një vit e ca që Çim Duga dhe vllai vet Flor Duga janë në burg. Duke parë aktin, duke parë nga sa larg i thonë që ke qelluar, po jo me fakte të pakundërshtueshme, domethënë. Për mua aty ka nevojë, kur shkohet te pista përfundimtare, duhen përshtuar pistat e tjera, se kanë bërë fare këtë përshtim. Akti ekspertimit të kqyes kuformës hedh poshtë atë balistik. Dikush thotë është qelluar me të kalibër, po ose me armë sportive, po është qelluar me kalibër tjetër. Po ai kalibri tjetër mund të jetë një armë që ka qarkulluar vetëm nga forca speciale. Kështu duhet parë se si e ka ndërtuar. Por këto janë gjëra që duke njohur me guximin ta flas.
akuzator nuk i kam parë letrat, nuk e di se çfarë thuhet, domethënë mund të ketë. Je shumë i qartë dhe shumë korrekt në Kemi të tilla dhe kanë tjerët gati 15 muaj që rinë atje. Edhe kështu që për diçka që s'janë fare ndjenije, që s'kan fare lidhje ndoshta edhe me situatën. Po që është një rast i tillë që është kështu, se kur hyn në kriminalistik dhe sheh që prevalon midis dy akteve, prevalon kthyrja e kufomës, krahasim me atë balistik. Zoti avokat, do dohet të kalojmë pak për sa i përket përvjetorit të çlirimit dhe pavarësisë Kosovës, për pavarësinë e Kosovës, siç është 17 shkurti, do dohet preka pak edhe si temë për prokurorinë speciale që kërkon 180 vite për drejtuesit e shtabit të UÇK-s. Si është si ngjarje që para disa ditësh është bërë një as ndodhi para disa ditësh, ajo është produkt i gjithë kaluarës historike, si u krijua ajo gjykatë dhe ajo prokurori. Fatkeqësisht pas drejt Albin Kurti që tha mos e miratonin të gjykatë, që doli nga kompetencat e saj, edhe lëndore dhe kohore, se është shtrirë, e ka pasi kompetencë kufizuar 98-99, me sa di unë, është shtrirë përpara saj, dhe është bazuar fillimisht mbi thashateme dhe për të kërkuar dhe faljes, tani se u ngritën për shpinën e verdhë dhe dolën pastaj në tjera detime. Dhe ka trajtuar ata që kanë çliruar vendin e tyre më zi se ata që kanë pushtuar. Pra duket një ndikim serbo-rus për mua shumë i fuqishëm, duke pasur parasysh edhe çfarë ndodhi në fund të jetës Dick Marty e tjerë. Pra, shërbimi rus, serb pas ka funksionuar mirë për të servir të shmim. Pra, është i gjykatë që edhe pse u formua, pra shisa bukur kanë luajtur me vullnetin e kuvendit të Kosovës, në fakt u ushqye me materiale dhe me intrigë nga krau tjetër. Padyshim ka të bëjë edhe tradhtia e ambientit politik shqiptar. Që ka po nga brenda, po nga politikanët Patjetër. shqiptar të Kosovës. Patjetër. A mendon se do të kalojë kjo se çka ka kërkuar prokurorët? Është si puna e atij shejtani që nxjerr nga shisha dhe vështirë ta futesh më domethënë. Jo, mund të shihet dhe mundësia në base që nëse unë gjithmonë kam menduar që shërbimet sekrete duke rënë kontakt me këto fakte, të gjenin mirë, të provonin mirë se si është manipuluar gjykata dhe prokuroria nga këto. Se nuk mund këtë bashkëpunu NATO me kriminal, si shmendojnë ta. Të këti niveli, si duan të nxjerrin këta. A ka një gjykatë tjetër që mund të apelohet si çështje kjo? Brenda kësaj gjykate është dhe apeli. Po brenda. Shiko, unë kam parasysh rastin e një arbitrazhi Sloveni-Kroaci lidhe me mosmarrveshjen për një pjesë të kufirit që kanë. Dhe do të zgjidhen me arbitrazh. Por një nga arbitrat ishte sloven. Mbaj mend emrin, ka mundësi quhet Sekolec. Dhe bie në kontakt shërbimi sekret kroat që ky person në kushtet shkeli kushtin e panshmërisë si arbitër dhe për të ndihmuar vendin e tij në Sloveni kishte bërë ca kontakte. Kroatët e kapën si shërbim sekret dhe ja servirën ekipit tyre të përfaqësues në këtë proces. Po e servirën dhe në media. U bë një lloj skandali, largohet ky arbitër, po e bën kohën e dur, nuk pritet ndodhi e keqja. Problemi tjetër ishte që a ka shkelur etikën dhe ky shërbimi kroat? Po pa i e pranoj që kam shkel etikën, nuk ka rëndësi, po mbrojt e interesit të vendit tim. Tani këto ran kontakt që ka një lojë me shpinë e verdhë. Po ofrohen disa letra që me disa akuza që fillimisht i kanë ngret shtypi apo agjentura serbe. Tani këta nuk arritën dot të kapin diçka të tillë ta provojnë që pritet se këtu kemi një lojë tjetër domethënë.
Edhe njerëz që nduke iqen si patriot, fakt ata janë ka qenë nga Strumullar, le të themi. shpirt shiturit më të zi, domethënë. Po që më shumë e ka dëmtuar të çështje se sa kanë ashtu. Po unë bile kur i shoh që dënohen me kaq burr dhe vajt me këmbë të tyre them deri diku dhe sikur na kanë bën lojë. Mi bihem 45 vite për secilin nga të katër. Po kaq nuk Prapë, dënohen. e gjitha nuk është si Kaq qendron, nuk por dënohen as Karaxhiçin të tjerë. Ata që bën Srebrenicën. Pra tu ka një gjë që nuk shkon, domethënë. Po kur je në strukturën shtet, pastaj edhe Shqipëria, se Shqipëria është një shtet mbete. Ka shërbimin e saj dhe ai i Kosovës, nuk arritën dot, domethënë. Kështu që nuk e di dhe faktorët e tjerë që nuk e kanë bërë të punë, çfarë pozicioni kanë, pavarësisht retorikës që thonë. që mbajnë ose mbrojnë ose dalin e thon publikisht. Mund të ketë diçka. Kjo mund të ishte i rast. Jo, ne lëshojmë pe në shumë gjëra, po këtu jo. Nuk lëshoj pe Maqedonia për emrin shumë vite. Se pranoi fare antarësimin. Nuk lëshoj pe, edhe lidhur me Bullgarinë, pra u përplas dhe me Greqinë për emrin dhe me Bullgarinë, dhe as nuk t'ja din. Edhe pse është një konglomerat atje, janë më krenar ata se sa ne. Si po na i merr këti në këta djem që ka luftu për vendin e po na i merr këti edhe ishin djem të ri, se unë mbaj mend atë kohë. Pa po 30 vjeç ka qenë nëshimi. Ose ke 30-at. Si po na i merr këti edhe po na i dënon këti se do ti tani dhe s'të vjen mirë ty që t'u shput Kosova aty etj. Pastaj ajo pjesa mbas 99-s, nuk është pjesë e targetit, nëse kanë qenë dhe para 98-s. Por mu këto duhen parë dhe nëse këta kanë shkelur pjesën e targetit dhe kompetencës në këtë mënyrë, mos i njohi vetë Kosova. Mos i njohi se ajo nuk është gjykata e Hagës, është gjykata e Kosovës, por për arsye siguri është në Hagë dhe ka marrë këtë personel. E qartë. Unë mendoj që ose kanë tregu naiv deri në idiotësi që lejon kur disën të mekanizëm, duke menduar që s'do për ata. Nuk e di pse kanë menduar. Se edhe nuk po i njohin gjitha përpaskenat e këtyre lëvizjeve, të këtyre akteve. Këto janë ca akte që u bën ti bëjmë se ne kërkon bota, po kaq pa informuar, se ka qenë dhe presidenti ai në atë kohë. Vetë, kaq pa informuar. A ka lidhje me diçka, ku shkelen, si shkelen? Se jo gjitha mund t'i vlerësojmë nga ky pozicioni, domethënë. Unë e komentoj nga pozicioni të Shamirsit. Por çfarë ndodhi duke qenë diku në një pozitë shtetërore mbase ke edhe informacion që nuk të vjen. Që kupton, por t'i dhonë më tepër atë, po që të kriminalizohet gjithë lufta, i bie që Kosova fitoi pavarësi u shkëput ky pjesë territori me dëme nga Serbia, nga disa rrugaç kriminal që janë ndënuar atje. Sigur nuk shkon kjo. Dhe si do përdoret nesër. Kështu që e shoh minimumin e minimumit që ti përkrahur në opinion, po dhe më tepër, ase ti dhe mundur. Unë ke qarë e ndjerë, më tërë. Sidomos ku shoh ashimi nga i pozicion, më tërë, nga e mënyra, në pati një mënyrë që të prek, kur e shef atje që, me të meksis, dhe i këtu e rikë punë, si kur nuk e beson të dhe i vetë, pra diçka nuk shkon të atje. Se dakord, lufta është që o do vrasësh, o do të vrasin, armiku është dhe pushtuesi dhe veglat e tij të qelbura që janë për këmbë dhe s'do ka qenë pak dhe ato. Po për çfarë kohë po flitet? Si është vendosur, si është dakord punën e gjykatë. Nëse ti je shkel, nuk respekton ligjin, pse do ta respektoj unë? Dhe këtu mund të jetë ajo që vetë Kosova ose vetë kuvendi do thuash që mund t'ja kemë vend kush ta përnjohen, por le mos ta njohin. Ata nëse thonë fjalë, ky është hapi parë bile pavarësisë. Unë nuk e njoh më këtë kaq. Ky është hapi parë serioz i pavarësisë, tregon tamam pavarësisë vërtet.
Po që kemi humbë kohë për të bëj shtet fort atje edhe këtu. Duhet shfrytëzonim çdo ditë për ta forcuar shtetin. Edhe atje edhe këtu, në të gjitha planet. Por forcum banda tani çfarë të bëjmë tani? Unë të falenderoj shumë për gjithë ato se çka na thua, na mëson, do të ta quhet deri në kuadër që ne mësojmë nga këto gjëra që nga njerëz që e njohin ligjin dhe e zbatojnë ligjin dhe kërkojnë që të zbatohet ligji për pikëmëri, se është vetëm një formë. Jo, për një përgjithshëm tepër. Duhet i ndryshim, domethënë edhe ne duhet me e thonë atë fjalën tonë. Se edhe me e bos, se unë këto që themi besoj, mundohem dhe t'i bëj, kur kam pas mundësi për t'i bërë i kam bërë, kështu që nga jetë nuk e kam pishman vetës, por çdo njeri do të shohë vetë që në jetë do ketë disa pishmane. Një pishman dhe pse ka duru këta. Edhe pse nuk la duke përballë me këta, do fitonte vete. Do fitonte për vete, për familjen e vete, për vendin e vetë, se kështu vinë të rrjesht. Ne të dy si besimtarë dhe konservatorë të pikë, shu e shojmë të lidhur veten me familjen, me vendin, e me Zotin. Bën detyrën ka shi vetes, familjes, vendit dhe Zotit. Më mirë se kaq nuk ka. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Miq, ju përshëndes, uroj që ta ndiqni të gjithë bisedën dhe të merrni më të mirë nga kjo. T'jeni mirë.